She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she... Ej miq, ju përshëndes nga qafa e Kumllës. Është një shteg që kalon nga Qarrishta dhe ngjitet mbi Qarrisht drejt malit të Mirakut. Jam sot me 2-3 miq mi, po që po lëviz në këtë shteg i cili është goxha i bukur. Po ja tregoj si më lart. Ja. Shikoni, ajo është një maj që aty në qafët kalohet në malin e Mirakut. Në këtë rrugë më përpara kaloshin goxha njerëz sepse përdoshi kjo rrugë edhe për baktit, për verimin e baktive, por edhe kjo fusha këtu, kjo ara, mbjelleshin me patate. Deri këtu arrin edhe pyjet e dushkut që janë përzierë edhe me pyjet e ahut. Është një pyll i përzierë pra, po është një pasuri e vërtet sepse vërtet ka shumë bimë të ndryshme të cilat vegjetojnë në këtë anë.